Në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë u shënua Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Arabe. Me këtë rast u organizua program kushtuar kësaj dite, ku u theksua se gjuha arabe është gjuhë e Kuranit, dijes, kulturës, poezisë dhe krijimtarisë, duke cilësuar atë si një nga gjuhët më të vjetra dhe më të pasura në botë. Prodekani i Fakultetit të Studimeve Islame, Lulzim Esati, dhe profesoresha e gjuhës arabe, Sumia Yunusi, e vlerësuan gjuhën arabe jo vetëm mjet komunikimi, por gjuhë që përcjell mesazhe të qarta dhe të plota. Ky është një vlerësim ndërkombëtar për një gjuhë me histori, kulturë dhe ndikim të jashtëzakonshëm në qytetërimin njerëzor. Për ne muslimanët, gjuha arabe ka një domethënie edhe më të veçantë. Ajo është gjuha e Kuranit familjar dhe gjuha e adhurimit. Ajo nuk është vetëm mjet komunikimi, por barte se e shpalljes hyjnore dhe të trashëgimisë sonë fetare dhe shkencore. Madhështia e kësaj gjuhe shfaqet edhe në strukturën e saj të jashtëzakonshme, gjuhësore, mjafton të përmendim se një shkronjë vetme mund të bartë kuptime të plota gramatikore. Gjuha arabe përfaqëson një nga sistemet gjuhësore më të konsoliduara dhe më me ndikim në historinë e qytetërimit botror. Ajo ka qenë dhe mbetet mjet themelor i transmetimit të dijes në fushat e teologjisë, jurisprudencës islame, filozofisë, gjuhësisë, historisë dhe shkencave natyrore. Veçanërisht, statusi i saj si gjuhë e Kuranit dhe traditës profetike i jep një peshë unike në studimet islame dhe në disiplinat përkatëse akademike. Edhe profesori i Universitetit të Prishtinës në degën e orientalistikës, Yahya Hundusi, theksoi rëndësinë e gjuhës arabe. Në një e shoh për arsye se Kurani dhe hadithi sikur su përmend janë arabisht dhe nuk kemi qasje pa njohjen e arabishtës. Mbetemi disi të mangët, të varfër pa njohje të plotë të gjuhës arabe. Kjo është kryesore dhe arsyeja pse një student duhet të hyjë mësimit të arabishtës për këtë qëllim. E dyta është krejt literatura. Ajo literatura që ju mundi me pa shumë kollaj në bibliotekën poshtë. Në bibliotekën e juaj poshtë mund të shihni një literaturë jashtëzakonisht të pasur, që është në gjuhën arabe. Në diktën botërore të gjuhës arabe, për të vënë në pa bukurinë dhe pasurinë e saj, gjatë këtij organizimi u recituan krijime të ndryshme, ndërsa hapësirë e veçantë ju kushtua dhe kaligrafisë arabe, si shprehje e bukurisë dhe artit të shkrimit.